Kush ishte plaku I UÇK-s? Gjeladin Gashi, I njohur si komandant Plaku, është padyshim një ndër figurat më aktive të luftës për çlirimin e Kosovës nga okupimi serb. I lindur në vitin 1946 në fshatin Bushati Shkomoran të Drenasit, shkollën fillore e kreu në vendlindje, kursat normale në Prishtinë. Studimet e mëtejme I kishte vazhduar në shkollën e lartë në Shkup në degën biologji-kimi. Ishte mësues në fshatin Ikaj të Drenasit e më pas drejtor, duke kontribuar vazhdimisht në fushën e arsimit për të mirën e popullit shqiptar të Kosovës, sigurisht pa harruar asnjëherë synimin e tij për çlirimin e Kosovës. Pra thënë ndryshe, ishte personaliteti I penës dhe I pushkës kur e kërkoi nevoja. Paraprakisht, Gjeladin Gashi kishte qenë aktiv edhe në demonstratat e vitit 1981 dhe ato të vitit 1989. Teksa represioni I shtetit Jugosllav mbi shqiptarët e Kosovës në atë kohë sa vinte shtohej dhe në fillim vitet e 90-ta kur u pa se lufta do të ishte pashmangshme, si shumë patriot tjerë shqiptar, njëjtë veproi edhe Gjeladin Gashi. Përgjatë gjithë atyre viteve tejet sfiduese, Plaku ishte aktiv në formimin e celulave të para të UÇK-s dhe ishte shok I ngushtë me komandantin legjendar Adem Jashari, vëllanet I Hamzën dhe me shumë bashkëluftëtar tjerë të lirisë, me të cilët edhe do të shkruanin historinë e re të kombit tonë. Plaku ishte një personalitet I matur dhe shumë bashkëpunues, ndërkaq njihej si një unifikues I madh I shqiptarëve drejt synimeve për realizimin e idealeve kombëtare shqiptare. Pas shumë vështirësive, edhe gjatë luftës, ai arriti të mbijetonte dhe lirinë e Kosovës, të cilën shumë e deshi, arriti ta shite me sytë e tij. Plaku ndroi jetë në vitin 2005 për të mos u harruar asnjëherë bashkë me veprat e tij të mëdha, që sigurisht se kanë mbetur dhe do të mbesin thellë në vedijen kombëtare të popullit shqiptar.